Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu në kanalin tim. Jemi duke bërë vlog Samin e verës dhe deri në datën 30 qershor do kemi çdo ditë video. Sot është data 17. Mbase e postoj këtë video sot sepse sot do e marr me vete edhe do ta bëjmë videon tërë ditën bashkë edhe mbase në darkë kam kohë që ta editoj edhe ta postoj. Mbase pak më vonë se ora 6 që kam orarin, por do jetë në kohë. Doja ta filloja këtë video me kritikat e pafundme, komentet e pafundme në videon paraardhëse të kësaj që ka të bëjë me gjetjen e qerdhes së fëmijës, së djalit. Atëherë, shumë faleminderit për komentet mbështetëse, shumë nga ju që keni thënë po, e dim si funksionon, kemi njerëz që janë 15 muaj në pritje, 16 muaj në pritje, më shumë se sa një vit. Edhe kështu funksionon këtu, çmimet po ashtu. Edhe ka shumë të tjerë që doja shumë të jepja një përgjigje secilit ose secilës, por duke e përgjithësuar. Sepse mendoj që është shumë paragjykuese, ka shumë paragjykuese për nënat e reja, sidomos për nënat që bëhen me fëmijë për herë të parë. Atëherë, unë e di që secili nga ne është i ndryshëm. Prandaj dhe bota është e bukur, se të gjithë kemi mendime të ndryshme, të gjithë kemi eksperienca të ndryshme, fëmijët janë të ndryshëm, kështu që nuk mund ta gabimi më i madh që unë mendoj që bëjnë njerëzit është ta krahasojnë fëmijën e tyre me një fëmijë tjetër, apo nëse kanë dy fëmijë, fëmijën e parë me fëmijën e dytë. Çdo person është individual. Po, ne kemi të njëjtat organe, trupi jon funksionon njësoj, por kemi një, le ta quajmë, shpirt apo një aurë, e cila na bën një person të veçantë dhe unik. Dhe fëmijët janë shumë të ndryshëm, zhvillimi është i ndryshëm dhe kushtet janë të ndryshme. Kështu që krahasimet, unë e kam bërë kështu me fëmijën tim, ti e ke bërë ashtu me fëmijën tënd, kam dëgjuar kështu rastesh. Unë i mirë kuptoj edhe i mirë pres këto komente, por është shumë e vështirë për mua si një nënë e re që të filloj të bazohem në eksperiencat e të tjerëve. Që do të thotë, mua do më duhet ta kaloj vetë këtë udhëtim për ta ditur më mirë dhe duke e njohur fëmijën, do njoh edhe veten si një mami dhe do t'i vi në ndihmë nevojave që fëmia im ka. Patjetër që kërkohet ndihmë kur nuk je i sigurt për disa gjëra, kur sheh diçka të përsëritur tek fëmia jot, po. Ama nuk e prisja asnjëherë që të postoja një video ku tregoj mundësitë e zgjedhjes së një qerdheje këtu në Luksemburg, pra as në Gjermani, ne jetojmë në Gjermani dhe punojmë të dy me Stefanin në Luksemburg. Që do të thotë, ne ngasim makinë mbi 45 minuta në ditë dhe unë nuk mund ta lë fëmijën në një qerdhe në Gjermani, sepse nëse ndodh diçka, edhe fëmia ka nevojë për mua, unë duhet të jem sa më parë aty. Plus që ne jemi të siguruar dhe në Luksemburg, pagojmë taksa edhe në Gjermani, që do të thotë, jemi të siguruar në spitale në të dyja shtetet. Prandaj zgjedhja jonë është që ta marrim fëmijën në Luksemburg. Dhe, komenti tjetër që më vravi më shumë syt edhe më bën të ndihem keq si për mua, si për gjitha nënat e reja, është patjetër, jo po pse nuk e mban veti, pse do ta çosh kaq të vogël në qerdhe. Atëherë, unë nuk pretendoj që ta çoj fëmijën tim në qerdhe që 3 muaj. Sepse nuk do ta doja për fëmijën tim dhe do doja që të paktën të shijoja disa muaj. Por, jetojmë sot në një kohë ku jetesa edhe mundësit për t'i siguruar fëmijës, apo edhe familjes tonë, mundësit për të jetuar një jetë të mirë dhe cilësore, kanë të bëjnë shumë me punën. Ne varemi 100% nga puna. Në Luksemburg është ky rregull. 3 muaj pas lindjes i ke direkt të mbrojtura nga shteti, nuk ka nevojë po thuaj se të bësh asgjë as nga punëdhënësi, më the thash. Pra fëmia 3 muajsh. Prandaj dhe qerdhet fillojnë nga 3 muaj, sepse ka prindër që kthehen direkt, sepse parat e prindit mund të jenë prindër që janë prindër
që janë vetëm, janë ndër nga partneri, kanë humbur një partner, kanë ndryshuar jetën, edhe duhet të punojnë sepse rrogja nuk ju del, edhe do ta çojnë fëmijën që sa kanë këtë, sepse 3 muaj që pas lindjes është 100% i paguar. Kaq këtu. Pastaj, pas këtij 3 mujoshi është edhe një 6 muaj, i cili është në Luksemburg ligj. Pra, nuk ka asnjë punëdhënës që të ta mohoj, sepse është ligj, që i bie fëmia do bëhet 9 muaj. Unë tani duke qenë se nuk shkoj në punë të gjitha pushimet e këtij viti, 27 ditë, edhe pushimet e vitit tjetër që do lind 27 ditë, pa çtuna të diela, i bie pak a shumë dhe 3 muaj, që bie 9 muaj dhe 3 muaj, 12 muaj, i bie 1 vjeç. Pastaj do marrë Stefani kohën e tij të prindit. Pa, unë do kthehem pasi fëmia është 12 muaj në punë dhe Stefani do marrë 6 muajt e tij dhe fëmia do jetë gati 18 muaj, pra 1 vjeç e gjysmë. Mbase nuk i merr 6 muaj Stefani, mbase merr 4 sepse duhet ta diskutoj dhe ai me punën. Pastaj mendojmë të marrim mamin tim 1 muaj, 2 muaj maksimumi dhe pastaj fëmia kur të jetë 1 vjeç e gjysmë le ta quajmë do shkojë në çerdhe. Dhe unë e di, dhe jam e sigurt që shumë mama, nëse do kishin zgjedhjen, do rinin në shtëpi, nuk është preferencë të shkojmë të punojmë. Do rim në shtëpi me të voglën ton, ta shijojmë rritjen edhe çdo gjë është shumë okay. Dhe të lexova dhe komente, më vjen keq për fëmijët që i çoni kaq shpejt në çerdhe. Dhe mua më vjen keq për fëmijët që duhet të përballen me mungesa ekonomike, ku prindrit zihen çdo ditë sepse nuk kanë të sigurojnë fëmijës ekskursionin, ku do flenë në çadra se nuk kanë shtëpi, ku nuk e di, fëmijës i duhet diçka dhe nuk ja mundsojnë dot. Pra, nuk është për të ardhur keq, që mundësia jon, kjo është sepse ne duhet të bëjmë një pakt me jetesën që kemi, me harxhimet që kemi, me çatin që kemi mbi kokë, e cila funksionon me një kredi dhe çdo prind, çdo mami bën zgjedhjen e vet dhe nuk duhet të paragjykohet për këtë gjë sepse ka mama të tjera që e kishin mundësinë dhe ndenjën në shtëpi, nuk e kishin një kredi shtëpie siç ne e morëm dhe 7 zani angeli ndodhi shumë shpejt, por që nuk po ndojmë sepse fëmijë të tëra këto që ne po ndërtojmë, që po investojmë, do i kalojnë djalit ton, vajzës ton, ose djalit, ose ku digjon sa fëmijë do kemi. Kështu që, nuk e kuptoj këto komente. Është shumë herë më mirë ta mbash në shtëpi. Po, nëse do kisha mundësin po, por duhet ta vëm veten në pozicionin e tij, ju nuk ma dini jetën mua, as unë nuk ja u di jetën tuaj. Edhe mund t'jetë që burri juaj fiton, nuk e di, milionat. Unë kam një burr të thjeshtë i cili nuk fiton aq shumë sa për të financuar të gjitha këto gjërat që ne kemi shtëpinë, rritjen e fëmijës, duam dhe të dalim të bëjmë jetë, se nuk është se tani do kemi fëmijë edhe duam që edhe fëmijën ta mbajmë mbyllur të rimbyllur, ne duam që fëmijës t'i tregojmë botën, ne duam që fëmijën ta marrim me vete të dalim, të shkojmë tek këndilora, t'i tregojmë kopshtin zoologjik, t'i tregojmë, nuk e di gjitha këto gjëra, kështu që prindi e di gjithmonë më mirë çfarë është e mira për fëmijën e tij. Që do të thotë kur unë do e shikoj që fëmia ime është e pamundur ta çojë në çerdhe 1 vjeç e gjysmë, do gjihet një mundësi patjetër. Por tani që ne akoma nuk jemi prindër, kështu e mendojmë dhe kështu bëjmë një plan paraprakisht se si do funksiononte. Si do donim neve që të funksiononte. Dhe nuk mendoj që tragjedia më e madhe është ta dërgosh fëmijën në çerdhe kur është 1 vjeç e gjysmë. Nuk mendoj as që tragjedia më e madhe është ta çosh fëmijën edhe më herët, sepse secili ka jetën e tij, secili ka arsyet edhe kushtet e tij dhe jam shumë e sigurt, dhe njëherë po ja them që çdo mami do donte të rinte me fëmijën 24 orë. Por këtij fëmijës a do t'i sigurojmë diçka? A do t'i paguajmë diçka? A do të mbledhim lek për studimet e tij, që në Gjermani është shumë më shtrenjtë që do shkojë të ri me qera. Kuptoni, janë shumë faktorë dhe nuk mund të jeni kaq të prerë me thik që shumë keq për fëmijë, pse i dërgoni kaq në çerdhe. Komenti tjetër ky. Prindi, jepni mendimin tuaj, kritikat janë të mirë se ardhura, por
jo kritika në mënyrën që jo po pse e dërgon kaq shpejt, jo po pse. Se cili nga prindrit, kushdo që do bëhet mami, e di më të mirën e fëmijës së tij dhe fakti që ka marrë këtë apo atë vendim do të thotë që ka pasur një arsye shumë të fortë që ka mbi zotëruar mbi tjetrën. Tjetra, pse kërkon të qerdhen kaq herët, ai të bëhet një herë, pse ti nxirre një herë fëmijën, pastaj kërkon të qerdhe o njerëz. Përsëri, jetojmë në vende të ndryshme të botës, besoj ju që po e shikoni videon. Këtu kështu janë rregullat. Kur je shtatzan, kërkon vendin për në qerdhe, bën kontratën dhe pastaj kontrata varet në varësi të ti do ta çosh më shpejt, do ta çosh më vonë, data e fillimit ndryshohet, por vendi zihet, sepse radhët e pritjes janë 15 muaj, 16 muaj, kështu që gjithmonë nga të gjitha kolegët, nga çdo njeri që unë njoh aty ku punoj, në këtë moment ku unë jam gati për të hyrë në muajin e 7, është mbyllur dhe qerdhja. Unë kam gjetur jo vetëm qerdhen, kam gjetur doktorin për fëmijën, kam gjetur që i thonë asaj heba mamin për fëmijën, kam gjetur can artsin doktorin e dhëmbës, do bëjmë takimin me doktorin, me spitalin, edhe pse akoma nuk jam vetëm në muajin e 7, kështu funksionojnë gjërat këtu. Këto janë rregullat dhe këto duhet të ndjekim dhe nuk e kuptoj se çfarë të keqe ka që ti shikosh të gjitha këto e mos t'i lesh në momentin e fundit. Unë nuk jam njeri që i le gjëra në momentin e fundit. Unë kam një listë edhe dua që të tregoj çdo gjë, sepse siç e shikoni, edhe e zën jam, por unë nuk kam fare stres gjatë shtatzanisë, sepse unë gjërat i kam të trekuara, i kam zgjedhur, i kam marr, kam gjetur doktorin e fëmijës që zakonisht është shumë problematik për ta gjetur në Gjermani, kështu që unë kam telefonuar që kur isha më parë, lash emrin, paka shumë shtator, që fëmija do vi. Kështu funksionojnë gjërat këtu. Bota është më e planifikuar se që ndoshta është në Shqipëri, apo në vendet e Ballkanit, apo në Itali, nuk e di se ku. Këtu ku jetoj unë dhe ku punoj unë, ky është rregulli, edhe ne këto do ndjekim. Nuk është se po bëj diçka shumë alarmante, që do me thënë të shikoj gjitha këto komente, të cilat vërtet më mërzitën, sepse nuk mund t'ju jap përgjigje se cilit që jo, po, ti bëje njërë fëmijën. Po, më do e bëj njërë fëmijën unë. Po pastaj kush do mi bëj këto? Dokumentat për lejen e lindjes kush do mi dërgoj? Dokumentat për lekët që do vinë për fëmijët kush do mi dërgoj? Dokumentat se sa ku digjon ndihmat që merren nga sigurimet kush do mi bëj? Të gjitha bëhen paraprakisht, prandaj është edhe kjo koha e gjatë për të përgatitur. Kështu që do doja shumë të sensibilizoheshim edhe ti mirë kuptonin pak nënat e reja. Sidomos për herë të parë, mbase e kam tepruar me diçka, ku digjon kam bërë diçka më shpejt. Por unë nuk kam fëmijë tjetër që të bëj krahasimin dhe ta di te fëmia e dytë bëjnë gjërat më të thjeshta që s'ka gjë se edhe po ndenja edhe një muaj tjetër nuk është se ka ndonjë gjë. Unë tani nuk kam eksperiencë dhe gjërat nuk dua që t'i lë për në moment të fundit dhe nuk e kuptoj kush e keqja e kësaj, sidomos që ne këtu jetojmë edhe këto janë rregullat. Do doja shumë të sensibilizoheshim, mos t'i kritikonim ka shumë mothers to be, nënat që do bëjnë, apo nënat që janë për herë të parë, sepse pak më shumë mirë kuptim, sidomos ka shumë kritika nga nëna vetë, unë e kam mbajtur në shtëpi, mbaj edhe ti në shtëpi. Mere mamin ti të ta mbaj fëmijën, mere bëj dokumentat. Unë i bëj dokumenta, se t'ishte ka që thjesht merja një letër dhe ju bëja dokumentat gjithve dhe hajde miropafshim. Kemi gati 1 vit e gjysmë, 2 vite që po merrem me dokumentat e vllajt dhe akoma asgjë. Nuk është çdo gjë kaq e prerë me thik, nuk është çdo gjë kaq e thjesht. Kështu që ju lutem shumë, na mirë kuptoni, mbase e teprojmë në diçka, por doja të bëja një sqarim të vogël para se të nisja videon. Kështu që ne vendosëm për qerdhen, do marrim qerdhen që është afër punës time, për arsye që jam shumë afër dhe unë kam punën shumë fleksible. Dhe arsyeja tjetër është ndryshimi shumë i madh i çmimit dhe mbi 500 euro, pra 700 e ca që ishte koha e pjesshme aty, me 900 e ca që ishte koha e plot, këtu ishin të 250 euro me çdo gjë, me pelena, me ngrënë, me ushqim, me snacks, me çdo gjë.
Dhe mendoj që nëse unë kam këto lekët që t'i jap 700 për çerdhen, do t'jam mbledh çdo muaj nga 500 euro dhe ta bëj që kur të bëhet 18 vjeç të ketë pasurinë e tij. Kështu që ne do zgjedhim jo vetëm për lekët, por edhe arsyeja kryesore është që është afër punës time dhe siç thash, fëmia nuk do shkojë aq i vogël, sipas planifikimeve dhe llogaritjeve tona, djali do jetë rreth 1 vjeç e gjysmë, 1 vjeç e 4 muaj, 5-6, varet se nuk di fiks t'ju them, nuk e dim kur do vi baby që të llogaritim tër pushimet e mbetura, tër kohët e prindërve, kështu që kjo gjë do jetë plus minus. Dhe tani do shkoj në qytet, do shkoj të printoj kontratën e kopshtit, do ta lexojmë çerdhes kopshtit deri në 4 vjeç, do ta lexojmë, do ta nënshkruajmë. Dua të shikoj ndonjë fustan të ri sepse shumica kam fustane për të veshur në verë, por nuk kam shumë ndonjë fund dhe do shkoj në Shqipëri për 2 ditë. Çka kam për të bërë tjetër, nuk e di. Do t'ju marr me vete edhe le ta kalojmë bashkë sot dhe më falni që e nisa videon kështu. Por mendoj që ishte e nevojshme një sqarim kaq i vogël për gjithë njerëzit që mbase e kanë keq kuptuar videon e parë. Shkojmë. Dalesa e parë që do bëj, se kam dhe pak punë të tjera për të bërë, kështu që harrova t'ja u them në fillim të videos, është do shkoj tek kompania telefonike, sepse ka disa muaj që më vin fatura nga 70-80 euro, kur unë e kam kontratën 20 euro, apo 15, diçka e tillë. Kështu që ose më kam mbaruar kontrata, edhe ta rinovoj, ose të shikoj për një kontratë tjetër, mbase një kontratë me një telefon, ose ta mbyll, sepse 70-80 euro është vërtet shumë. Edhe duke qenë se kam qenë në Shqipëri, kam qenë në lëvizje dhe gjithmonë kam harruar, do shkoj këtë muaj. Do shkoj atë muaj edhe kam harruar komplet. Kështu që meqense jam para pak se të shkoj në Shqipëri, duhet shkoj patjetër, edhe ta zgjidh një herë mirë këtë punë. Kam marrë me vete pasaportën dhe kam marrë me vete edhe këtë dokumentin që më kanë nxjerrë, që është për vizë të palimituar, sepse besoj që do ta duan, sepse viza tjetër kartoni akoma nuk është bërë gati, edhe më kanë dhënë këtë letrën, kështu që këtë letrën do t'ju jap, po që se do lidhin ndonjë kontratë të re. Pastaj do shkoj te Zara, siç thash, dua të blej një fustan. Do shkoj të printoj gjërat e kopshtit. Do takoj Sarën. Do dalim Xhiro. Xhiro do ecim. Dhe pastaj me Stefanin, nuk e di. Shkojmë njërë te kontrata edhe inshallah kemi lajme të mira. Sa po arrita në qytet, parkova. Dhe ishte shumë e vështirë të gjeja një parkim, kam parkuar në një vend që inshallah nuk më vjen ndonjë gjop. Po s'dia ku ta lija. Këtu është vendi ku kam pasur takimin e parë me Stefanin. Do t'i them një rat, të vim të pim një kafe këtu. Sa po mbarova punë tek kompania, edhe kishte qenë gabimi im në fakt, sepse kisha bërë booking për muaj, do me thënë që rinovoshin çdo muaj 2 lloj interneti. Një herë 25 giga dhe një herë 15 giga, do me thënë gati 40 euro vetëm me këto mujoret dhe rinovoheshin. Kurse unë kisha menduar që ngella një herë pa internet, edhe ta blej se më duhej, isha diku mbase, kështu që kam 1 orë gjysmë atje. Jam shumë e lodhur, po do ju tregoj mbase më vonë. Tani kam ardhur tek Zara edhe tek New Yorker. Edhe do shikojmë nëse do gjejmë diçka. Si jam bërë. Çmimet e Zara skandaloze. Po tani për verë besoj nuk ka ulje. Jo vetëm që nuk ka ulje, po ishin çmimet shumë të shtrenjta. Që do të provoj fatin tip tek New Yorker.
te Zara u tërhoqa, nuk bleva gjë, sepse më vjen dhe keq të blej rroba që e di që mbase nuk do më bëjnë për 50-60 euro. Mbase kam gabim, si mendoni ju? Keni harxuar shumë lek për rroba shtatzani ose masa më të mëdha që t'ju bënin? Nuk e di. Është ndalesa e radhës. Okej. Më shumë sukses këtu te New Yorkeri. E kam mbushur. Edhe aty. Isha mos më bëjnë që mos harxoj shumë lek, shikojeni barkun tim. Okej, ky fustan kam pëlqen shumë. Kam veshur këto tuta poshtë që ta kem barkun të shtrënguar tani që eci. Dhe shikoni sa bukur që del barku. Shumë cute. Edhe më pëlqen dhe mund ta vesh dhe më vonë. Në fakt mund të merja edhe smallin, se këtu më ri pak i madh. Po kam marrë mediumin. Po do e marrë mediumin sepse kur të mbaroj shtatzania mund ta ngushtoj edhe kështu do ndihem më lehtë. Sa cute. Edhe po mos isha 7Z, ky fustani të tregon. Shiko. No. 7Z, po, it's cute. Po kjo është e rehatshme. Po duke shumë madhe vetja. Se di. Mbase, nuk e di. Ka dhe pak vënd këto do, edhe kur të rritet edhe pak. Po nuk është se janë shumë të printet. Gjithsesi ndoshta, nuk e di. Mbase. Ka dhe këtë të qarën. Që nga shumë cute. Nuk e di. Se kur të rritet barku akoma do ngjaj. Vend ka më të drejtën. Mund marrë dhe një masë më të vogël. Se di. Ishim më të suksesshëm këtu. Tek New York u mora tërë këto gjëra të bukura. Ja si buzë qesh të gjëra ime kur bleva. Bleva gjëra shumë të mira, shumë të rehatshme. I mora masa small, që më bën edhe me barkun tani dhe janë super elastike që hapen dhe më vonë. Edhe nuk do i kem vetëm për shtatzanin. Sa ekonomike që janë. Asa po kushën vjetë gjithë këtu. Jam shumë lumtur, sepse bleva 3 fustana, 2 palë pantallonka të shkurtra që t'i vesh nga poshtë, se keni parasysh tani është vera edhe përkojnë këmbët. Edhe është shumë e bezdishme, besoj që do marrë edhe pak ujë nga këmbët, kështu që më mirë po marrë këto tutkat e vogla, se edhe sot kam veshur tutat e vogla poshtë dhe ndihem shumë mirë, ma mbajnë edhe barkun si të mbledhur. Edhe një kapele shumë të bukur për Shqipëri, bezi po pret që të shkoj. Tani, siç e shikoni mbrapa kam këto kartonat, janë disa plera që duhet të hidhen në vende të posaçme. Edhe kështu që po shkoj t'i hes, sepse burri im, i dashuri im Stefan, është gjerman, po ndonjëherë kur i do qefi, kur nuk i do qefi nuk është gjerman, në kuptimin që i le punët për gjysëm. Këto plerat e kartonave, domethënë ishte botrumi, kemi një qilar, një dhomë poshtë tek pallati dhe ishte plot fare. Dhe Stefani thoshte, do t'jetë sot, do t'jetë nesër, do t'qoj taj vëndi. Edhe ishin tërë këto kartonat e zhvendosjes, kartonat që kishin përdorur për dyshemen kur levëm të bërë pis. Edhe kur erdhi makina me që të merrte plerat e letrës sot, dhe unë i thash kam disa kështu kartona të mëdhenja ti silli tha. Edhe i çova tërë ato. Edhe këto janë disa plerat e tjera, pastaj apo kabina e dushit që kemi ndryshuar që duhet hidhen në disa vende të posaçme. Edhe kur të vijaj nga puna, ta shikoj qilarin që është kështu. Kam punuar 2 orë e gjysmë sot në mëngjes, aq sa pastaj vajta ushtriva edhe nuk po ngrisha dot më. Kështu që prandaj ti hedh edhe këto dhe kanë ngelur vetëm shumë pak karton te qilari, por kosha nuk nxinin më edhe nuk doja që jo se nuk nxinin, se sa u pushuan sot, por nuk doja që unë tani të mbushja të 3 koshat e mëdhenj që janë për të 6 familjen që jemi aty. Unë hodha ca
të vogla, i coptova. Dhe tani herës tjetër, kur të vi muaj tjetër për të hedhur kartonat e tjerë, i hedhe ato dhe mbarova. Është një pasqyrë pastaj, po do ta nxjerr ndoshta për ta turuar, ndoshta e merr dikush edhe gjëra shumë të vogla dhe qilari është xham. O zoti i madh se nuk e shikonja dot. Kështu, shkojmë te Ediflira dhe pastaj Sara po na pret. Do i lajmëroj që tani sepse që ka pak trafik. Ora është 4:30, kam dalë që 1:30. Semaforat sot të tërë të kuq, trafiku plot. Sarën e kam dërguar të më presi direkt aty pas ktesës. Kështu që shpresoj që mos vonohem shumë. Edhe pastaj do dalim për xhiro, të gatuajmë dhe do ju tregoj fustanet në shtëpi. Ecëm pak me Sarën dhe pastaj ulëm te ky lokali fantastik me pamje nga lumi, e mora një ujë me limon dhe pastaj e çova Sarën në shtëpi. Kjo rruga në shtëpinë e Sarës shumë e bukur. E çova dhe ja kaluam shumë mirë si gjithmonë dhe duke qenë se ja kaluam kaq mirë, harruam fare që të xhironin si gjithmonë pra. Sa po arrita në shtëpi, tani do gatuaj diçka shpejt se Stefani është rrugës edhe do ju tregoj në fund çfarë gatova. Kam gatuar një si tip lasagna me patlıcan, domethënë shtresa patlıcani, pastaj gjell, pastaj shtresa patlıcani dhe pastaj djath dhe sallat. Duket wow. Sa po mbaruam darkën, tani bie dielli këtu edhe janë tamam ato orat e arta, golden hours. Po para se ta mbyllja videon, doja që t'ju tregoja se çfarë bleva tek New Yorkeri, edhe ta editoj videon sepse ora është 9 e darkë, se nuk e di kur do e postoj. Atëherë, ky është një prej fustaneve. Dhe më pëlqeu shumë sepse edhe kur të rritet barku, ka hapësirë sa të duash, edhe këtu është shumë komod sepse është me elastik, edhe është lino, shumë i lehtë, kështu që më pëlqen shumë, edhe mora sa ishte 22 euro, por tash nuk ka problem. Duke qenë se kam marrë një kapele kasht në Tunizi dhe më ka pëlqyer shumë, gjeta dhe këtë të bardhën. Edhe me qenë se do vi në Shqipëri, mendova që pse jo. Shikoni, rri kështu e drejt, edhe është shumë cute, kushton vetëm 10 euro, 9.99. Edhe mora fustani roz, si që patë, e mora madje në masën small, sepse më medium më rritë i madh. Edhe është fantastik për të gjitha, edhe për trupat, kur nuk je shtatzën, sepse vjen pas trupit dhe kur je shtatzën hapet sa të duash. Duke qenë se më pëlqeu shumë çmimi, që ishte 17 euro, edhe materiali, thash, okay, do shkoj edhe me një ngjyrë gri. Ja, edhe ky, shumë i bukur. Për përditje jam shumë e sigurt që do ta vesh shumë shpesh. Pastaj kam bler 2 par pantallonka të shkurtra. Kam marrë pak mas të madhe që t'i kem dhe për më vonë, që t'i vesh nga poshtë, fustaneve për shembull, duke qenë se është verë, edhe sidomos ne shtatzëna, besoj do fillojnë të kërkojnë shalët, këmbët, edhe dhe shumë e parahatshme, kështu që i kam marrë këto për poshtë fustane, që gjaj kam veshur, ja. Kështu që, e kujtë baby. Kjo ishte video për sot, shpresoj që ju ka pëlqyer edhe shihemi në video tjetër. Ciao!